Kam një bebe vajzë të vogël dhe sa herë e lidh në djep, nuk jam mbuloj fytyrën, por këto kohë më kanë thënë njerëz të afërm që duhet sepse vajza të bëhet e pa fytyrë. Do të më mbulu fytyrën vajzës kur e lidh në djep. Po pse? Po se jam mbulove bëhet e pa fytyrë. Po këto që janë kaq pa fytyra sot, s'ka pas as djep, as ka pas me çaj me mbulu. Pash Zotin na tregoni ku i gjeni këto çmenduri. Ku e kanë burimin vëlla? A mos keni ndaj libër që lexoni? Edhe na çoni pyetje tak kur ka pyetje të hoxha të martën, ja e 10 pyetje nga libri i fantazive, i prallave, i besytnive, i çmendurive. Nga i gjeni vëlla si ka mundësi vëlla që çdo të martë kemi perla të reja, si ka mundësi vëlla, si smarut, më pasi mi qenë popullu me pasme, kot ne ankohemi për varfërime, kot themi jemi të varfërme për Zotin. Si çfarë perla shkemi vëlla. Ne do të jemi populli me, them t'i shesim këta vëlla, vallaj. T'i shkruajmë, t'i shesim dhe botës, të ndriçohet dhe bota. Për Zotin vëlla. E para nuk kapse me lidh fëmijën ndjepi herë. Ka qenë një kohë i vakte lidhshin, hajër inshallah. S'ka pse me lidhi nga shtremno kocat fëmijë shket. Për Zotin e vëlla, vallaj bilaj, për Zotin e madh. Aty s'është djepi vëlla. I ka vrim ata ashtu, krop, ai fëmia shkret kështu. Vetëm frymë merr kështu me zor. Me hudh djepin fëmijën se zgjas si gjë, mund të rregullohet djepi nga mali fëmia, mashallah. Shkalla është blind. Amo fëmia vend për dal, për shembull kur lirohet nga djepi, vend për dal, për shembull me kënaqësi, fëmia i duhet 3 orë të mori veten, ku është, ku nuk është. Kur të mori veten dhe të mori ekuilibrat, pastaj fillon me hec. S'ka më azab. Pa ne kanë dalë gjithë si të godit këto, se janë lidhë në djep, kur kanë qenë veq. Ne kanë dalë gjithë me nga 2 rasa mongut. Jo si gjithë bota që e ka 1 mongut, gjithë me nga 2. Kështu që nuk duhet, nuk këshillohet.